Mbas interesit, ju keni parë, diku bashkohen, diku përçahen, diku luftojnë me njëri tjetrin. E madje më duke sigur Amushi me Ramën, po dilim në një cep aty, do të bënin boks. Sot janë kthyer në miq. Po. Kjo tregon që edhe kur kanë qenë në betejë, nuk kanë pasur aq seriozisht. Prandaj thashë që ne më mirë do të na vlenin kryeministra si Hoti, i cili që s'bojnë probleme bile. I cili nuk e bën këtë punë. Prandaj në Kosovë, ne në Shqipëri nuk kuptonin dot mbas luftës, si ishte e mundur që nuk fitonin liderët e UÇK-s, por fitonte Ibrahim Rugova, sepse nuk e kuptonim dot rolin që ke patur Rugova në Kosovë. Sa vonë edhe Thaçi e kuptoi që nuk fitonte votat duke sulmuar Rugovën. Rugova ishte në mendje dhe në zemrën e kosovarëve, nuk e hiqe dot. Dhe ka ngelur, nuk kemi çfarë t'i bëjmë ne më Rugovës. Por ishte njeriu që ngjalli shpresën, krijoi bindjen që Kosova mund të jetë. Shiko, edhe ai mund ta ketë menduar dhunën, por nuk i dilte llogaria. E imagjinoni dot një Kosovë me një Shqipëri të dobët mbrapa. Shumë të dobët mbrapa. Ti bëj ball një makinerie ushtarake siç ishte ushtria serbe, e pajisur deri në dhëm, e mbështetur nga kriminal, ne pam se çfarë bën. Dhe si mund mbyllej betejë. Pra, duam apo s'duam, ne në Shqipëri, atë periudhën që quajmë tranzicion, nuk e mbaruam dot shpejt, kanë shkuar 30 vjet, sepse na ngelën në krye të njëjtët njerëz. Dhe ata nuk lanë mundësi poshtë. Ka një këngë Tropoj, dhe unë sa herë dëgjoj, besoj do ta kesh dëgjuar. Po, sigurisht. Është ku je ritmo i lulja ndër pisha, në Tropoj të Sali Berisha. Dhe vazhdimisht kur i takoj ato këngëtarë të Tropojës, shumë njerëz më di se janë nga Tropoja. Dhe unë vetë kur më pyesin themi jam Hoxhi Gashi, se kam ndër shumë Tropoj. Dhe u them, poshtë pishës nuk mbin asnjë lloj lule. Ndrojani tekstin. Pra ku je ritmo i lulja ndër pisha, në Tropoj të Sali Berisha. Poshtë pishës, pisha është një pemë halore, që ka gjelbërim gjithë vitin dhe nuk e lejon diellin të depërtoj që të rriten poshtë lule të tjera. Pra, poshtë pishës nuk ka lule. Kështu që ndrojani tekstin. Shkurtimisht, para se me shku me blok 2 marketingut tek si u bë puna që u i bë atentat Albin Kurti dhe ka ndonjë indici që do të kenë një atentat të ri ndaj kryeministrit të Kosovës. Ishte një situatë shumë interesante. Në fakt ne nuk e dinim që ishte marrë veprime konkrete, por u deshën hakerat e iranian që ta zbulonin një komunikim sekret midis drejtorit përgjithshëm policisë dhe agjencive të tjera të zbatimit ligjit që kemi në Shqipëri. Dhe për drejt ditën e parë lajmi u bë shumë i besueshëm. Sepse thuaj që ishte organizuar një atentat që synonte të godiste së pari Xhavit Halitit, së dyti, s'më kujtohet emri i Ismet Haxhës, dhe i tretin list ishte kryeministri Albin Kurti. Pra, unë që njoh shumë mirë se kush është Xhavit Haliti, kush është Ismet Haxha, dhe pastaj të shkosh dhe ta Albini, dhe këtë punë ta bëj një shqiptar i Shqipërisë nga zona katolike. Shiko kur është gjetë, një katolik, malsor, edhe malsor. Pra, ishin shumë element që dukej që ishte një ngjarje kaq bukur e stisur, sa me të vërtet, nëse do të kishte qenë e vërtet, do të krijonte probleme shumë mëdha. Dhe duke mos ky personazh se unë e kam njohur për kush e voni këtë trillim në ardhmë? Pa ishin gjatari ose trillimin kush e voni? Ose bjeshkat, shikoj, ngjarja ka ndodhur këtu në Kosovë. Pra ai është ndaluar në Kosovë. E di po si ngjarje kush e inicioi? Tani kjo është një gjë. Shërbimet sekrete serbe apo? Edhe kjo është një gjë që ende nuk është verifikuar. Për mua është bërë shumë mirë që është bërë hetim, që është provuar që ky personi nuk ka pasur plan me. Ai edhe po donte të bënte atë gjë nuk e bënte dot. Se s'mund t'i godasësh dot tre figura të këtij niveli, një personazh tek pulli vetëm, sa do mjeshtër t'i thej. Dhe edhe snajperisti që vrau presidentin amerikan, e mbani mend, u vra. Kështu që u mendoj që për fat mirë, nga momenti kur ishte dhënë ky informacion dhe ishin kryer hetimet, deri në momentin kur u publikua, preka, se preke kishte emrin personin, ishte gjallë. Se po ti kishte ndodhur atij një vdekje aksidentale, pastaj legjenda do të ishte bërë e madhe, do të ishte bërë e besueshme. Thash, ditën e parë dhe ditën e dytë nuk kishte fotot e tij. Dhe fakti që sot në një botë ku rrjetet sociale glojnë gjithandej, dhe ti, për shembull, pamja e tij më desh të hyja në një kronikë arkive,
kur punonjës forcave speciale të repartit Reneja, kishin ngelur të bllokuar dhe ai kishte shkuar të ndihmonte. Ky ka ndihmuar po. Dhe ky kishte shkuar dhe për drejtë ai përdorte edhe telefon të Malizzi, sepse në atë zonë ka probleme me valët dhe nuk përdor as telefon të Unë me kur jemi te Malizzi deshta mund ndalu. S'dia ke po një video që po qarkullon policia e Malizzi kundër një profesori të Universitetit të Tiranës? Atëherë kjo është një ngjarje që ka më shumë se një muaj që ka ndodhur. Më shumë se një muaj. Nuk është tash. Nuk ka bërë efektin e dur dhe kjo më ka çuditur, më mbeti që ka ndodhur. Tjetra më ka bërë çudi unë e njoh shumë mirë Petraq Milo. Petraq Milo ka qenë këshilltar edhe i Sali Berishës, kur ishte kryeminist, edhe i presidentit Ilir Meta. Jo figurë e vogël. Dhe Petraq Milo është nga jugu i Shqipërisë. Po pse më rrej ashtu Ardan? Ke informacion? Dhe gjëja që nuk e kam shpjeguar dot është pikërisht reagimi i policisë malazeze mes mira shqiptarëve që të vizin aty, ata mund gjeni çdo tjetër për ta goditur. Por jo Petraq Milo. Nuk gjej dot asnjë shpjegim. Petraq Milo edhe po ta takosh si natyrë po ta shohësh. Po nuk është goca keq këtu. Po nuk kam është një njerëz që edhe në videon e parë që ka dalë, po edhe në videot e mua gjëja që më ka shqetësuar në histori është si është e mundur që u lan heshtje edhe nga kryeministri jonë i Shqipërisë, aq më tepër kur kryeministri i krau tjetër është një shqiptar. Për është Dritan Bazović. Sepse nuk është problemi pse i ndodhi Petraq Milos, pa e mund të ndodhi një shqiptari, mund të ndodhi vetë kryeministri, një shqiptari nga Shqipëria. Ore kujdo, pse të ndodhi? Ajo pikë e Muriqanit është si pika në Morin Kuksit. Pra është një pikë e përbashkët. Ti nuk kalon dy pjesë kufirit. Ti ja dorëzon pasaportën policisë shqiptar dhe ta jep policë malazes. Pra është një pikë e përbashkët. Madje më ka habit që nuk ka reaguar as policët ta. Dhe u desh kur e nxorën media shqiptare këtë gjë, ajo kaloi pa zhurmë. Kur e ripublikuan mediat malazese, më në fund u mor vendimi. U tha sot që u identifikua ai polici dhe ai u largon nga puna dhe komandanti i tij është pezulluar. Dhe pash një koment që thoshte Dritan Bazović, i cili vinte në diskutim faktin se pse profesori kishte përdorur kamera, por familjarët e tij kanë përdorur kamera. Pra, po të mos ishte ajo kamera, nuk do kishte asnjë provë që atë profesorin e kishin dhunuar. Prandaj për fat mirë, ato xhirimet kanë na vletën se çfarë ndodhi. Po ai është një rast të tilla nuk ndodhin pak. Edhe në doganën e Hanit Hotit. Por ne i anashkalojmë me idenë që të mos krijojmë probleme me fqinjet. E mira është që ne këto raste duhet i bëjmë shembull që ato nuk duhet të ndodhin. Sepse thash, mund t'i ndodhi një qytetari të Kosovës, mund t'i ndodhi një qytetari të Republikës Shqipërisë apo të Republikës Maqedonisë Veriut. Sepse janë të shumtë ata që shkojnë gjatë sezonit veror për pushime në Ulqin. Dhe sigurisht, nëse keni vërej gjatë verës ata janë shumë dashamirës. Pse? Sepse po çojnë para atje. Po çojnë para. Kurse në këtë rast unë nuk gjej dot shpjegim edhe nuk gjej dot një motiv çfarë ka detyruar atë oficerin e policisë malazeze të krijojë një sjellje të tillë dhe ajo që më